Big Brother VIP 4 finale, shfaqja më absurde e televizionit shqiptar, një turp kombëtar. Në një mbrëmje që do mbetet e paharruar për të gjitha arsyet e gabuara, Big Brother VIP 4 mbylli dyert me një finale që i shërben si simbol i dekadencës së mediave shqiptare. Kjo nuk ishte një fest argëtimi, por një farsë e organizuar poshtërsisht, ku skenaristi më i madh ishte vetë turpi. Një sirk i vulgarizmit, jo realitet. E quajnë realitet, por çfarë realiteti? Një ekspozit kureshtar patologjik, ku VIP thjesht një emërtim i pasjustifikuar, njerëz pa talent, pa as pak vlerë shoqërore ose intelektuale, u shitën si spektakël. Konkurrentët, të zgjedhur me kujdes për egot e tyre të çara dhe aftësinë për të krijuar konflikte artificiale, u transformuan në karikatura të neveritshme. Çdo episod ishte një shkelje e dinjitetit njerëzor, betejë me fyerje, manipulime emocionale dhe një dashuri e paturpshme ndaj kameras. Finalja vetëm mbulosi këtë cirk, duke kremtuar mediokritetin si sukses. Publiku, reflektimi i një shoqërie të çorientuar. Audienca që e ndoqi këtë marifeti është pjesë e problemit. Një masë njerëzish të etur për drama të rreme, po normalizon degradimin. Nuk është thjesht argëtim, është një pranim i pavendosur i një kulture të re, ku turpi shitet si bukë e sodme. Çdo koment entuziast në rrjetet sociale, çdo pëlqim i dhënë këtij traktimi me njerëz si roba, është një vul miratimi për zhvlerësimin e të gjithë shoqërisë. Kryebërsi i manipulimit. Stacioni organizator nuk ka fshehur as pak ambicien e tij të vetme, ratingun çmendur, pa asnjë konsideratë etike. Nga reklamat e stërholluara deri te montazhet që shtyen konfliktet, gjithçka u projektua për të shkaktuar varësi tek publiku, si drogë e lirë. Ku janë standardet? Ku është detyra e mediave për të edukuar, për të frymëzuar? Këtu, etika është vrarë me qëllim dhe vendi i saj është marrë nga kërkesa për klikime. Shqipëria në pasqyrën e Big Brother. Ky spektakël nuk është vetëm një shfaqje televizive, është një metaforë e gjendjes së tronditur të shoqërisë sonë. Ndërsa kombit i shiten shekujt e kulturës, poetët dhe luftëtarët, ne zgjedhim të adhurojmë VIP-at që nuk kanë asgjë përveç lakmit së tyre. Çfarë mesazhi po i japim brezave të rinj? Që suksesi vjen nga skandali dhe nderi nga turpi? Koha për të refuzuar kaosin. Është koha që të thërrasim gjërat me emrin e duhur. Big Brother VIP është një krim kulturor. Publiku duhet të ndalojë së shikuari, sponsorët të tërhiqen dhe ama të intervenojë për të vënë standarde. Nëse vazhdojmë të heshtim, do të jemi fajtorët kolektiv për një shoqëri që vlerëson mbeturinat e televizionit, jo trashëgiminë e saj të pasur. Kjo nuk është kritik, është një alarm.